Mbyllet i derë dhe të hapet një portë e madhe. Që është gëzuar? Kjo ndodhë edhe në dashuri? Po, normal. Dashuria s'maron kur. Pse po nga s'mon. Po, jam i lidhur, por s'da thom se më kom. Sikur ta dhe mu? Jo më së thuaj. Do me thëmë pasi... Le surprise. E lëp surprise. Mirë se e themi kështu. E themi me të shkruar, se besha ka. Je i lumtur pak të? Po, jam i lumtur. Një gjo, ta thash në orën nuk na bën lumtur gjërat, nuk na bën lumtur pallatet, makinat, pushimet. E këtë bën lumtur personi që keni komunikim, keni person di me nda një, di me foli mohabet, di me foli hall. Ato kemi nevojë, thot. Keni nevojë për një hug, për një përqafim, keni nevojë për një... Edhe imagjinon ti që vjen që nga Australia për një përqafim në Tiranë. Po, është edhe është shumë, do t'jetë forca e magnetike shumë e fortë tu në Tiranë. Jam i lumtur, një gjë, kur thuj jo nga njerëz s'pjen dashuri atëherë bjerë. Atëherë bjerë? Do të thëmë pas kërën dashuri. Nështë kam qenë personi që i kam bo leksion shokë për ato punë, për herë që bje vetë. Re me këmbët e tua vetë. Jam i lumtur. Edhe gëzuar për lumturinë e dashurisë. Emrin podcastin tjetër? Kemi kohë.